Si do qoftë, sonte I kemi dy ekipe që përfaqësojnë kryeqytetet tona, Tiranën, Prishtinën dhe Shkupin, që përfaqësojnë shqiptarin, po del që jemi një. Dy ekipe me emra shumë të njohur nga bota e artit dhe estrada, publiku I do shumë, edhe ne I duam shumë, kanë shumë simpatizant, kanë shumë pëlqime, besoj që edhe ata na duan neve. I ftoj në skenë së pari ekipin e Tiranës. Tirana, do të fitoj. Normal, tek. Jo, do rri këtu. Të mos e këtu. Shumë mos e këtu. Jo, po të ta çoj djalin. Ku tulem unë nëse? Atje. Ulesh në vendin e Tiranës. Okej. Si keni qenë mirë? Mirë shumë, mirë kret. Ju e si jeni mirë? Ai be. Treshja e Tiranës I ftoi në skenë edhe treshën e Prishtinës. Ja jem 1-2 në 1. Nera 6. 6. Trena. 5-2. Herë 2 më. Ti je tek. Unë e tek. Kena me të sos. Të nderuar shikues, edhe pse I njefni, por me duhet ju rikujtoj të paktën për ata që akoma nuk I kanë rritet kavllore. Julian Deda është një aktor shumë I dashur në trojet tona. Karrierën e tij e filloi në Portokalli. Pastaj krijoi një format të ri, krejtësisht ndryshe, të veçantë që shpërthej u qysh në emitimin e parë, Apartamenti 2XL. Vazhdon transmetimin çdo Televizion Plus. Mos bëj. Beton Ibrahimi vjen nga Shkupi. Studimet I ka përfunduar në Tiranë, ndoshta edhe ky është një motiv që garon për Tiranën. Ka qenë moderatori I pari I kuizit më të famshëm në botë, kush do të bëhet milioner. Ka qenë zëdhës në qeverinë e Maqedonisë. Me profesion është aktor. Ermal Mamaci. Për Ermalin flet shumë thjesht Facebooku, 1.6 milion fansa. Karrierën si këtu karrierën. Si ka arritur deri këto, e dim të gjë. Ka vjedhur. Po vjedhte. Vota këto dritat e rrugës kombit. A mungojnë dritat? Kjo ishte treshja e Tiranës. Ke 3 aktor këtu, ha? Nuk ke 3 aktor këtu. 3 aktor. Po ke edhe 1 aktor anë, 4 aktori kemi edhe 2 këngëtar. Do më thënë, 2 me mjekër, 1 pa mjekër, 2 me mjekër, 1 pa mjekër. Hynë mes lutëm, hynë mes aty. Jo, më se, ne pa mjekër. I thash. Kisha marrë dhe recipetat, po s'desha. Treshja e Prishtinës, Xuzi, rocker I dalluar, me stilin e tij të veçantë, është edhe moderatori I emisionit më të dëgjuar në Metropoli. Blerta Deliu, me profesion është aktore, ka qenë edhe moderatore në RTK, deputetja më e bukur në vendin tonë. Falë, shikoj. Më dje që deputetja më
më bukur është Hashimi. Ne kemi Ramën për shembull, deputetin më të bukur. Ministër është Hashimi. Hashimi. Po, deputet s'është ministër. Zotri Thaçi, po mendojnë Zotri Thaçi është ministër. Ne s'japim dorëheqjen, ne i mbajmë të gjitha. Kur i bojmë tëna. Zonja dhe zotrin e kemi edhe MC Kreshen, reperin me të Hajde Kresha, hajde. Dy sene se ka qëllu. Ma i famshëm edhe i Prishtinës, së jam Mitrovicës, dhe s'jam ma i famshmi, po jam reper, okej? reperi më i famshëm në troje tona shqipfolse, dallot me tekstet e tina, godice me mesazhe shumë të forta. Bravo! Apo shkurt e shqip, Tupako shqiptar. Bravo Kresha. Faleminderit shumë për kompliment, po nuk me gjithë modestinë e thëmë s'menaj që ka Tupak. Mo. Edhe mas pare unë jem kur gjë tjetër veç se një njeri thjesht që ka qef me po muzikë edhe njerës mi desht. Amo jo mi desht, veç mi shti me kesh. Shtu është. Enis, me që jemi në një garë, do më thënë në misore, një lukë, jo shaldaj! Po flasim s'po lujmë Okej. Okej, do t'a shofim! Me padurim e pret lojën e par Juli, besoj që të gjithë ta shohim se cila është gara e parë.